Në episodin e fundit folëm për kompensimin e pensionistëve. Pasti shumë prej jush më keni adresuar pyetje të shumta dhe unë kam veçuar njërin prej tyre për ta trajtuar sot. A ishte i drejtë ky kompensim dhe ai ndihmoi realisht qytetarët pensionistë? Të nderuar miq, në episodin e sotëm Takimet e Utën do të analizojmë efektet reale që solli vendimi i Këshillit të Ministrave për kompensime dhe njëkohësisht cilat ishin arsyet që kjo politikë sociale krijoi kaq shumë pakanësi mes qytetarëve pensionistë që banojnë në Shqipëri apo edhe në imigracion. Unë juftoj të abonoheni në kanalin tim në YouTube të Utanune Kortoçi, të lini pyetje dhe komente tuaja dhe unë do t'i përgjigjem personalisht në momentin më të parë. Qëndroni deri në fund të këtij episodi, pasi përmes analizës që do të zhvillojmë, do të ndihmojmë për të kuptuar edhe më drejt nëse politika sociale e kompensimeve e zgjidh çështën e pensioneve apo thjesht e sposton atë në kohë. Të nderuar miq, në episodin e fundit neve shpjeguam aspektin teknik të zbatimit të vendimit të Këshillit të Ministrave dhe nga ana tjetër neve shpjeguam se kush ishin përfituesit dhe jo përfituesit e kompensimeve dhe vlera se sa është përllogaritur ose është përcaktuar nga ky vendim i Këshillit të Ministrave për të përfituar në formatin e një kompensimi nga ana e qytetarëve. Në episodin e sotëm do të trajtojmë diçka ndryshe. Do të analizojmë se cilat janë efektet që ky vendim i Këshillit të Ministrave solli tek qytetarët pensionistë. Dhe së pari kur duam të analizojmë efektet që do thotë cilat janë pasojat, rezultati i këtij vendimi, fillimisht nisim nga objektivat. Dhe së pari citojmë ato që janë dy objektivat kryesore të qeverisë që ndërmorin një politikë publike sociale për të ndihmuar pensionistët përmes një forme që është kompensimi mujor i të ardhurave të tyre. Dhe objektivi i parë në këtë rast ka të bëjë me rritjen e të ardhurës mujore të pensionistëve sipas këtyre kategorive. Kështu, qeveria parashikon në këtë rast që përmes procesit të kompensimit të ardhurë mujore pensioniste të bëjë të mundur që ardha mujore e një qytetari pensionist që gëzon një pension urban të plot të shkojë pas 3 viteve, pra në 2029 në fund të mandatit në vlerën 40.000 lekë. Për qytetarin që gëzon një pension pleqërie urban të pjesshëm, ky ardhurë mujore të shkojë në vlerën 22.000 lekë, pra gjithmonë në nivelet mesatare. Për qytetarin që gëzon një pension pleqërie rural, e ardhura mesatare mujore të shkojnë në një vlerë 18.000 lekë, për qytetarët që gëzon një pension familjar e ardhura mujore mesatare të shkojnë në vlerën 18.000 lekë dhe për ata që gëzojnë pension invaliditeti e ardhura e tyre mujore të shkojnë në nivelin prej 30.000 lekësh. Pra të nderuar miq, qeveria synon të rrisit të ardhurat e qytetarëve pensionistë përmes kompensimeve për të arritur këto objektiv në këtë rast, i cili është i ndryshëm në varësi edhe të kategorisë së pensioneve. Dhe kur flasim në këtë rast për një të ardhurë mesatar, nuk kuptohet që jo të gjithë qytetarët mund të realizojnë të kenë një pension invaliditeti për shembull në masën 30.000 lekë, por kjo do thotë që mesatarja e qytetarëve që përfitojnë këtë masë pensioni të jetë në nivelin 30.000 lekë. Pra synimi është rritja të ardhurat pensionistëve. Neve kemi shpjeguar në këtë rast që masa e pensionit është e ndryshme nga masa e të ardhura mujore, pasi kjo ardhurë mujore përbëhet nga masa e pensionit që përfiton individi plus të gjitha nivelet e kompensimeve. Dhe objektivi i dytë në këtë rast që ka qeveria është zvoglimi i hendekut mes kostove të jetesës ose rritjes së çmimeve dhe kostove të larta në mënyrë të vazhdueshme për të përballuar shpenzimet ditore dhe ato mujore, pra kostot e jetesës, me të ardhurat mujore të pensionistëve. Dhe nëse neve në këtë rast e analizojmë të dy këto objektive, themi procesi i kompensimit që qeveria ka filluar në vitin 2026 dhe notë se ajo do ta bijojë me planin e saj të rritjes së kompensimeve, që do thotë ky kompensim do dyfishohet në 2027, do trefishohet në 2028 dhe më tej në 2029 dhe më radh, na ndihmon për të kuptuar në aspektin e thjesht matematikor që nëse realizohet ky proces, atëherë objektivat e qeverisë për t'u afruar mesatares së të ardhurave mujore që neve i cituan, është e mundshme të realizohet përmes këtij procesi rritjes kompensimit. Por nga ana tjetër në këtë rast neve këtu kemi
edhe një problematikë të dytë, sepse nëse neve do vijojmë të rrisim të ardhët mujor të pensionistëve duke i kategorizuar në dy grupe, pra në ata qytetarë të cilët tashmë janë brenda objektivit qeverisë sepse kanë pensionin e tyre ose të ardhën e tyre mujore 40.000 lekë dhe më tepër, morëm rastin e pensionit pleqërisë, kjo në këtë rast krijon atë pjesën e diskriminimit që kemi të bërë me dy grupime, një që e përfiton dhe një grup që nuk e përfiton. Pra, efekti i parë që vjen në këtë rast është efekti i diskriminimit. Një grup është përfitues dhe një grup është në këtë rast jo përfitues. Në aspektin e realizimit të objektivit të parë, qeveria përmes këtij procesi e realizon për 4 kategori objektivin që janë pensione të plota, pleqërie, urban, pensione të pjesshme, pleqërie, urban, pensione rurale dhe një pension pleqërie, pensione familjar. Ky proces kompensimi na çon në rezultatin që mesatarja e të ardhmë mujore të qytetarëve që ekzistojnë këto 4 kategori e mundëson realizimin e objektivit të qeverisë, ndërkohë për sa i përket kategorisë së fundit që është pensioni i validitetit, për llogaritje matematikore na çon në këtë rast se nuk mundësohet realizimi i objektivit të qeverisë për të pasur një të ardhur mujore mesatare për qytetarët që gëzojnë një pension i validiteti në masën prej 30.000 lekësh. Por, kur flasim në këtë rast për objektivin e dytë, nëse rritja e të ardhur mujore të qytetarëve pensionistë do të çojë në këtë rast në zvoglimin e hendekur, pra një zvoglim të ndjeshëm, që do thotë rritja e dignitetit të pensionistëve dhe nga ana tjetër përballimi më i lehtë i kostove të jetesës, do themi në këtë rast se ky objektiv nuk është plotësisht i arritur, pasi e ardhura që akordohet përmes kompensimeve për pensionistët nuk i mbulon ose nuk mundson në këtë rast se gjithë kjo e ardhur totale të sjellë në një përballim të kostove të jetesës. Por nga ana tjetër ne shohim që kemi dy objektiva që janë edhe në kundërshtim me njëra tjetrën. Në këtë rast të dyja këto objektivat në këtë rast çojnë në përfundime të ndryshme. Pra objektivi i parë është i realizueshëm, ndërsa ajo i dyti nuk është ose nuk mundson realizimin. Kjo edhe për faktin në këtë rast që kemi nivele të ulta të pensioneve. Nga ana tjetër, kur flasim për efektet që solli vendimi i Këshillit të Ministrave për kompensimet, do analizojmë edhe një tjetër element të rëndësishëm. Dhe këtu në këtë rast kur flasim për masën e pensionit, nëse ne flasim për rritjen e kësaj mase të pensionit, kemi dy modele ose dy forma rritje. Forma e parë në këtë rast është një formë e cila realizohet përmes rritjes në përqindje dhe këtu kemi rastin e indeksimit të pensioneve, kur një pension indeksohet, atëherë në këtë rast ky mas indeksimi është i njëjtë për të gjithë qytetarët. Për shembull, në tetor të vitit 2025 me vendim të Këshillit të Ministrave u indeksua masa e pensionit në masën 2.5%, ku i referohemi 2.5-ës normës së inflacionit. Dhe ky indeksim në këtë rast ishte i njëjtë në përqindjet për të gjithë qytetarët. Kush ishin të përfituarit, kush ishin ato qytetarët që përfituan më shumë nga ky indeksim? Janë pikërisht qytetarët të cilët kanë nivelin më të lartë të pensionit, sepse kjo përqindje kushtëzohet në një vlerë më të lartë, për pasojë dhe rezultati është më i lartë. Dhe mjafton të japim një shembull të thjeshtë për të vërtetuar këtë që tha. Nëse marrim shembullin e një qytetari i cili ka një pension urban në këtë rast të pjesshëm në masën 10.000 lekë të reja në muaj, indeksimi 2.5% i solli 250 lekë plus. Ndërsa qytetari në këtë rast që kishte masën e pensionit 40.000 lekë të reja, pra një qytetar që përfiton një pension të plot pleqërie dhe masën e ka 40.000 lekë, atëherë ky qytetar e kishte masën e indeksimit 1.000 lekë, pra 4 herë më tepër. Kjo për faktin sepse masa e tij e pensionit është 4 herë më e lartë në rastin e pensionit të plot me atë të pensionit të pjesshëm. Në shembullin që ne morëm, pra në këtë rast ne shohim që përfituesit e rritjes së pensioneve përmes përqindjes janë pikërisht ata që kanë pensionin më të lartë. Por kemi edhe një formë ose një model tjetër të rritjes së të ardhur ose të rritjes së pensioneve që në këtë rast është pikërisht vlera e plot, që do thotë të vendoset një vlerë fikse. Dhe këtu në këtë rast nëse neve do themi që një qytetar do të marrë
ose një qytetar i cili pavarësisht nga kategoria e pensionit që ka një pension pleqërie të plotë apo të pjesshëm, pension rural, familjar apo të invaliditetit, nëse supozojmë gjithmonë në marrim një shembull hipotetik për të shpjeguar atë çka ne themi, do ketë një rritje në masën 1000 lekë, do thotë që gjithë qytetarët do kenë një rritje 1000 lekë. Por kjo rritje 1000 lekë kur përkthehet në këtë rast në masën e tij të përqindjes, do thotë që për shembull për një qytetar që gëzon një pension prej 10.000 lekësh, atëherë rritja 1000 lekë do thotë që është rritur ky pension në masën 10%. Ndërsa një qytetar në këtë rast i cili ka një masë pensioni prej 40.000 lekësh, kur kemi të bëjmë në këtë rast një rritje prej 1000 lekësh, do thotë që ka një rritje në masën e 4%. Pra, kur kemi një rritje të masës së pensionit në një vlerë fikse, atëherë ata që janë përfituesit janë pikërisht qytetarët që kanë pensionet më të ulta. Këtu të nderuar miq, ne duhet të shtroja një pyetje për juve, dhe ju në këtë rast mund ta lini mendimet tuaja nëpërmjet komenteve që lini në fund të videos. Si mendoni? Cila është më e drejtë dhe njëkohësisht cila është metoda më e mirë që duhet zbatuar? Nëse rritja e masës së pensionit duhet të bërë përmes përqindjes apo duhet bërë përmes një vlere fikse, siç e morëm edhe në analizën tonë. Na thoni mendimet tuaja dhe njëkohësisht na argumentoni se pse juve mendoni në këtë lloj mënyre. Vijojmë me efektin e tretë që solli ky vendim i Këshillit të Ministrave dhe lidhet me kontributet që ne derdhim për kontributet për sigurime shoqërore, por edhe me nivelin e informalitetit. Pyetja që shtrohet është në këtë rast është: nëse e ardha mujore e pensionistëve do të rritet përmes një vullneti politik, siç ishte rasti i kompensimit, dhe jo përmes rritjes së kontributeve, a sjell kjo politik në këtë rast një padrejtësi dhe një mendim të gabuar në lidhje me derdhjen e kontributeve? Të nderuar miq, nëse neve do vijojmë me politika të cilat do t'i rrisim të ardhurat mujore të pensionistëve përmes kompensimeve ose formave të tjera të ndryshme, dhe jo përmes rritjes së kontributeve, paralelizmi që na sjell lidhje direkt me rritjen e pagës mujore të punonjësve publik, jo mbi bazën e produktivitetit, por mbi bazën e vendimarrjes politike. Dhe në këtë rast, kur analizojmë vendimarrjen politike, do thotë që efekti në uljen e informalitetit është shumë më pak i ndjeshëm dhe njëkohësisht shumë më pak i vogël. Pasi nëse neve krijojmë atë mendimin se të ardhurat tona mujore do të rriten përmes mbështetjeve nga buxheti i shtetit ose politikave të ndryshme publike, atëherë ka më pak mundësi ose dëshirë për të rritur nivelin e derdhjes së kontributeve, që do thotë për deklarimin e pagës reale, por nga ana tjetër ka më pak mundësi në mënyrë që të ulet niveli i informalitetit të pagës në tregun e punës, si të pagës së plotë, që do thotë të punonjësve që nuk deklarohen fare, por nga ana tjetër në këtë rast edhe të pagës jo reale, pra të pagës së pjesshme që deklarohet. Ndaj në këtë rast është shumë e rëndësishme që kur ne ndërmarrim politika të tilla publike të cilat kanë efekte jo vetëm financiare, por edhe efekte sociale, ne duhet jemi shumë të kujdesshëm në mënyrë që të analizojmë edhe efektet që ajo krijon si politik tek qytetarët, pra jo vetëm efektin financiar përmes rritjes apo jo të të ardhurave, por edhe tek efekteve jo financiare, siç është rasti i ndikimit që sjell në informalitet dhe njëkohësisht i rritjes së masës së të kontributeve. Prandaj të nderuar miq, është shumë e rëndësishme që rezultati që duhet të kenë politikat publike kur ndërmerren të jetë një rezultat i cili të çojë pikërisht në uljen e informalitetit dhe rritjen e kontributeve të qytetarëve, të cilët në këtë rast në fund do të çojnë në një rritje të ardhurave të tyre mujore ose në një masë pensioni edhe më të madhe. Efekti i katërt që do të analizojmë sot lidhet pikërisht me një element që trajtohet barazia apo diskriminimi. Kur flasim për barazia apo diskriminim, në këtë rast kemi në konsiderat atë çka ndodhi me qytetarët. Pra, u krijua një grup qytetarësh i cili ishte shumë i pakënaqur sepse ata nuk përfituan asnjë të ardhur, asnjë kompensim shtesë. Një grup qytetarësh që sërish mbetën të pakënaqur sepse kompensimi i tyre ishte
i pjesshëm, pra të përfituan pjesërisht një të ardhur nga kompensimi, ndërkohë që u krijua një grup tjetër që ishte përfituesi plot. Pra, në vetvete u krijuan dy grupe, një grup përfituesish dhe një grup jo përfituesit. Kjo në këtë rast krijoi ndjenjen e pabarazisë mes pensionistëve dhe njëkohësisht krijoi një ndjenjë diskriminimi të këta, sepse shumë qytetarë të cilët kishin një pension të lartë dhe marrim sërish në analizë pensioni e pleqërisë të plot urban, të cilët kishin një të ardhur mujore mbi 40.000 lek, ata në këtë rast nuk mundu të përfitonin asnjë lek kompensim shtesë pikërisht për shkak të ardhurave të tyre të larta. Dhe shumë prej tyre mua më kanë shkruar, a është e drejtë që unë që kam kontribuar për gjatë gjithë jetës me pagën time reale dhe përfitoj sot një pension të lartë pleqërie, pra jo suplementar, jo kompensime, po pension të lartë pleqërie, si pasojë kontributeve dhe sakrificës time për gjatë gjithë viteve, unë të mos jem përfituesi në kompensimin, ndërkohë që një qytetar tjetër i cili i ka sërish vitet e plota kontributive, pra merr një pension të plot pleqërie, po për shkakun e kontributeve në vlerë më të vogël, ky qytetar në këtë rast fiton ose ka një të ardhur mujore më të vogël dhe ai është në këtë rast një qytetar që përfiton kompensimin. Pra ai qytetari që ka qenë pjesërisht informal sepse nuk i ka deklaruar të plota kontributet e tija, flasim gjithmonë për këtë kategori ose qytetarë të cilët mund ta kenë një pension pleqërie të plot më pak se 40.000 lek për shkak të pagës së ulët, por neve në këtë rast marrim rastin e qytetarëve të cilët nuk e kanë derdhur të plot kontributin e tyre, ata në këtë rast është përfitues. Dhe këtu në këtë rast krijohet ajo ndjenjë e pavarësisë, të cilët neve do të trajtojmë në këtë rast, si në rastet kur kemi të bëjmë me dy biznese, i cili njëri funksionon në mënyrë formale që do thotë derë të gjitha detyrimet, tatimet kundrejt shtetit, tjetri në këtë rast funksionon në mënyrë informale që do thotë nuk derë asnjë detyrim tatim ndaj shtetit dhe në fund ai përfiton një amnisti nga shteti dhe kjo amnisti në këtë rast e favorizon pikërisht atë që ka bërë informaliteti. Ndaj sërish e theksojmë rëndësinë që kanë në periudhë afatmesme dhe afatgjatë të gjitha politikat publike që ndërmerren, sidomos kur flasim politika sociale tek pensionistët, te efekti që shkaktojnë ata tek qytetarët pensionistë dhe tek ndjenjat që ata u përcjellin. Le të vijojmë të nderuar miq me efektin e 5 që solli mendimi i Këshillit të Ministrave që lidhet njëkohësisht me atë mendim nëse ky kompensim që jepet në bazë të këtij vendimi të Këshillit të Ministrave për 12 muaj është një bonus i shpërndar në 12 muaj. Dhe ne në këtë rast do analizojmë pikërisht vlerat e kompensimit që do jepen për gjatë vitit 2026 për të gjitha kategoritë, do të krahasojmë me bonusin që është shpërndar në fund vitit për në dhjetor të vitit 2025. Nëse neve po themi dhe marrim gjithmonë në analizë vlerën e plot kompensimit, pra për ata qytetarë pensionistë të përfitojnë kompensimin e plot në mënyrë që të krahasojmë edhe me bonusit. Dhe sipas të dhënave që ne shikojmë në tabelë, shohim që kompensimi për qytetarët pensionistë që gëzojnë një pension pleqërie të plot urban, nëse marrim gjithmonë vlerën maksimale që përfiton kompensimi 1.800 lek në muaj, po ta shumëzojmë për 12 muaj, ai për gjatë vitit 2026 do përfitojë në total një vlerë kompensimi në masën 21.600 lek. Nëse qytetari që gëzon një pension pleqërie të pjesshëm rural dhe vlera e tij e kompensimit në këtë rast është 800 lek në muaj dhe për një vit, pra për 12 muaj, ai do përfitojë një kompensim shtesë në masën 9.600 lek. Qytetari i cili gëzon një pension pleqërie rural, kompensimin mujor e ka në masën deri në 10.000 lek dhe për 12 muaj maksimumi i këtij kompensimi është në vlerën 12.000 lek. Qytetari që gëzon një pension familjar, masa e kompensimit mujor është deri në 700 lek dhe për 12 muaj ai në këtë rast do përfitojë një vlerë në masën deri në 8.400 lek, ndërsa qytetarët të cilët do përfitojnë një vlerë deri në masë kompensimi deri në masën 600 lek janë ato qytetarë që gëzojnë një pension invaliditeti dhe në 12 muaj totali i vlerës së kompensimit që ata do të përfitojë është 7.200 lek. Pra të nderuar miq, se pam nga të dhënat e kompensimit në vlerë maksimale, kompensimi
në vlerë më të ulët për gjithë vitin e përfitojnë qytetarët që gëzojnë një pension invaliditeti në masën 7.200, ndërkohë që ata qytetarë që kanë kompensimin më të lartë tek pensionet e pjeshme në këtë rast të ulta janë pikërisht ata qytetarë që gëzojnë në këtë rast një pension rural dhe maksimumi i kompensimit vjetor është në masën 12.000 lekë. Pra kompensimi do variojë nga 7.200 lekë deri në 12.000 lekë të reja në vit. Ndërkohë, këta qytetarë në këtë rast që nëse ne do të referohemi politikës së bonusit që kanë një të ardhur, praktikisht një të ardhur në 20.000 lekë, janë qytetarë që përfituan një bonus 15.000 lekë, ndërsa kompensimi vjetor për gjatë 2025-s është diku gati gjysma e këtij bonusit ose diku edhe pak më afër, por asnjë prej këtyre kategorive nuk e përfitonte të plot vlerën e kompensimit sa që është vlera e një bonusi. Ndërsa kategoria tjetër në këtë rast është kategoria që ka edhe nivelin më të lartë të kompensimit që kemi të bëjmë në këtë rast me qytetarë që gëzojnë një pension pleqërie të plot urban, të cilët masën e kompensimit vjetor e kanë deri në 21.600 lekë. Neve shohim në këtë rast që këta qytetarë përfitojnë një nivel të lartë kompensimi vjetor, i cili në këtë rast është më shumë se 2 fish i bonusit të shpërndar në vitin 2025, pasi për këtë kategori bonusi ka qenë në këtë rast në masën 10.000 lekë. Pra, sipas këtyre përllogëritjeve të thjeshta matematikore, neve mbërim në përfundimi që nuk kemi të bëjmë me një politik bonusi të shpërndar, por me një politik kompensimi që është një ardhur shtesë, por e fragmentizuar në muaj që i jepet qytetarëve pensionistë. Të gjitha këto përllogëritje neve na çojnë në këtë rast në një tjetër efekt të vendimit të Këshillit të Ministrave për kompensime që lidhet me paradoksin e pensioneve të ulta. Nëse objektivi i qeverisë ishte për të zvogëluar një hendek mes kostove të jetesës dhe pensioneve, atëherë pyetja që parashtrohet është përse rritja e të ardhurat mujore të pensionistëve përmes kompensimeve është më e vogël për qytetarët me pensione më të ulta se sa ata me pensione më të larta. Dhe kjo në këtë rast na jep ose na krijon një problem tjetër themelor që ka sistemi i pensioneve që lidhet me pensionin minimal. Dhe këtu do doja të ndalesh pak të nderuar miq për të shpjeguar shkurtimisht se çfarë është pensioni minimal. Pensioni minimal është një vlerë e cila përcaktohet nga ana e qeverisë si një vlerë minimumi që çdo qytetar pensionist duhet ta ketë atë për të përballuar kostot e jetesës. Dhe marrim si shembull në vende të ndryshme të Evropës përcaktohet për shembull që një qytetar të përballojë kostot e jetesës duhet të ketë një minimum të ardhurash mujor, dhe flasim në këtë rast gjithmonë për kategorinë e pensionistëve, prej 600 eurosh. Atëherë, nëse ky pension pleqërie që merr qytetari është nën vlerën prej 600 euro dhe është për shembull 450 euro ose 550 euro, atëherë shteti plotson diferencën 50 ose 150 euro derisa ky qytetar të plotësojë atë që quhet vlera minimale e pensionit ose pensioni minimal që i mundson këtij qytetarit të përballojë kostot e jetesës. Në këtë rast, përmes këtij kompensimi, në këtë rast neve nuk çojmë në këtë zvogëlim e ndreku për të përballuar kostot e jetesës, pasi edhe vlera e kompensimit, siç e pamë edhe të dhënat në tabelë, është më e vogël për pensionet e vogla dhe kjo në këtë rast nuk ndihmon në mënyrë të ndjeshme për të përballuar kostot e jetesës. Mungesa e një pensioni minimal në këtë rast, pasi neve në Shqipëri nuk e kemi përcaktuar në bazë ligjore konceptin e pensionit minimal, bën të mundur që të krijohet një pakënaqësi dhe kjo pakënaqësia në këtë rast do vijojë të mbetet dhe njëkohësisht do vijojë të zgjasë në kohë tek të gjithë ata qytetarë që do të marrin një vlerë kompensimi më të ulët ose që nuk do të marrin fare. Të nderuar miq, deri tani neve analizuam efektet që solli vendimi i Këshillit të Ministrave për kompensimet. Kjo analizë që bëm është një analizë e mbështetur mbi të dhëna sasiore dhe njëkohësisht është një analizë cilësore, që do thotë është një analizë e ndërtuar mbi bazën e aspektit ekonomik dhe njëkohësisht një analizë në prizmin social. Por nuk është një analizë në këtë rast në një kontekst politik, por thjesht është një analizë në një kontekst ekonomiko-social, por në një periudhë ose në një këndvështrim afatgjatë. Çfarë do thotë kjo, të nderuar miq, që unë nuk shpreha një opinion timin,
por analizova se cilat ishin efektet që solli vendimi i Këshillit Ministrave si në aspektin ekonomik, ashtu edhe në aspektin social tek qytetarët. Dhe pikërisht kur flasim në këtë rast për aspektin ekonomik, do thotë që neve shpjeguam që efekti ekonomik i kësaj vendimit të Këshillit Ministrave ishte se kishin të bëjë me qytetarët që përfituan në aspektin financiar një kompensim, ata që e përfituan në mënyrë të pjesshme dhe ata që nuk e përfituan fare. Dhe kur flasim për aspektin social ose këndvështrimin social, do ne analizuam në këtë rast efektet që solli tek qytetarët, ndjenja e drejtësisë apo e padrejtësisë dhe njëkohësisht në aspektin afatgjat, nëse kjo politik çfarë do ndryshimesh do sjelli në të ardhmen afatmesme ose afatgjat. Është e rëndësishme për të nderuar miq që neve kur flasim për një realitet afatgjat të kemi në konsiderat nëse neve do kemi një rritje të masës së pensionit apo do kemi një rritje vetëm të ardhurave mujore të pensioneve pikërisht përmes modelit të kompensimeve. Në analizën që ne zhvilluam mund të bërim në përfundimin se nëse nuk kemi një reformë të pensioneve, nuk mund të kemi një rritje të masës së pensionit, sepse një rritje e masës së pensionit do të thotë të ndryshohet së pari pensioni social dhe e dyta në këtë rast të kemi një ndryshim të llogaritjes, pra formula se si llogaritet masa e pensionit të qytetarëve dhe këtu në këtë rast në kam konsiderat gjithmonë për pensionet e pleqërisë. Ndërsa kur flasim në këtë rast për të mbështetur qytetarët pensionistë përmes rritjes të ardhurave të tyre përmes modelit të kompensimit, do thotë në këtë rast se ne nuk e rrisim masën e pensionit, por rrisim vetëm të ardhurat e tyre mujore. Pra në një afat ose në një aspekt afatmesëm ose afatgjat, nëse nuk zhvillohet reforma e pensioneve, nuk mund të kemi një rritje të masës së pensioneve dhe mos rritje e masës pensionit do thotë që ne në këtë rast nuk kemi indeksim të masës së kontributeve ose të kompensimeve të cilat ofrohen, por kemi vetëm rritje në vlerë mujore të tyre. Dhe në fund, qytetari në këtë rast do ketë një rritje të ardhurat të tij mujore, por jo një rritje të masës së pensionit. Të nderuar miq, në pjesën e dytë të episodit të sotëm në këndin e pyetje do t'i përgjigjemi 3 pyetje, gjithmonë për çështjen e kompensimeve. Këto janë pyetje që juve na keni adresuar dhe unë kam zgjedhur ato pyetje që janë më pikante, më signifikative dhe pyetje të cilat unë besoj se i bën secili prej jush. Pyetja e parë është: pse një qytetar që ka një të ardhur mujore më shumë se 22.000 lekë dhe gëzon një pension të pjesshëm nuk e përfiton kompensimin prej 800 lekësh, ndërsa një qytetar tjetër i cili ka një pension më të vogël se 40.000 lekë, që do thotë më shumë se 22.000 lekë, po përfiton një pension të plot, ai e përfiton të plot kompensimin prej vlerësh 1.800 lekë, saqë është përcaktuar në vendimin e Këshillit Ministrave. Të nderuar miq, vendimi i Këshillit Ministrave në këtë rast ka vendosur 5 nivele tavanesh dhe këto nivele tavanesh janë të lidhura drejt për drejt me objektivin e qeverisë se ku synon ajo të çojë të ardhurat mujore të pensionistëve. Dhe konkretisht të nderuar miq, vendimi i Këshillit Ministrave përcakton që qytetarët të cilët kanë një pension pleqërie të plot urban mund ta përfitojnë kompensimin deri në masën 1.800 lekë nëse ardhura e tyre mujore është në vlerën 40.000 lekë. Pra tavani është 40.000 lekë, sepse 40.000 lekë është edhe objektivi i qeverisë që në fund të mandatit kjo kategori të ketë ardhurën e saj mujore. Qytetarët që kanë një pension pleqërie të pjetshëm, ata në këtë rast të cilët kanë një të ardhur mbi 22.000 lekë nuk janë përfitues. Nga ana tjetër, ata qytetarë të cilët kanë një të ardhur mujore më pak se 22.000 lekë mund ta përfitojnë këtë kompensim deri në masën 800 lekë, sepse objektivi i qeverisë është që për këtë kategori, pra për qytetarët me pensione të pjesshme pleqërie në fund të mandatit, mesatarja e të ardhurat të tyre mujore të jetë deri në masën 22.000 lekë. Pra duke qenë se objektivi i qeverisë për grupin e parë për pensionet plota është 40.000 lekë e ardhur mujore dhe për pensionet të pjesshme është 22.000 lekë, atëherë qeveria ka vendosur këtë tavan, që do thotë kompensimi nuk duhet ta tejkalojë këtë tavan. Duke pasur dy objektive ndryshe, automatikisht në këtë rast neve
jemi në përfundimin që kemi dy qytetarë, të cilët shumë prej juve ju është dukur edhe paradoks fakti që kur ke një pension të plot në 40.000 lekë ti e përfiton kompensimin, por kur ke një pension të pjesëshëm mbi 22.000 lekë, në këtë rast ti nuk e përfiton kompensimin. Dhe kjo lidhet drejt për drejt, në këtë rast me tavanet që janë vendosur nga vendimi i Këshillit të Ministrave e lidhur drejt për drejt me ato objektiv që shpjeguan të qeverisë se ku synon ajo të ketë ose të çojë të ardhurat mujore të pensionistëve. Ndërsa, me të njëjtën metodologji jemi edhe për 3 kategoritë e tjera ku objektivi i qeverisë për pensionet e invaliditetit është që e ardhura mesatare mujore e kësaj kategorie në fund të mandatit të jetë 30.000 lekë, ndërsa për pensionet rurale dhe ato familjare, objektivi i qeverisë është që e ardhura mesatare mujore është në masën 18.000 lekë për secilën prej këtyre kategorive. Ndaj në këtë rast dhe në këtë vendim të Këshillit të Ministrave ne kemi këto tavane dhe kompensimi që jepet nuk do duhet ta tejkalojë këtë tavanin. Dhe gjykoj në këtë rast që ky vendim është përcaktuar ose është në këtë formë pikërisht duke u lidhur me objektivin e qeverisë për mesataret e të ardhurave mujore që ajo planifikon të kenë kategori të ndryshme pensionistësh deri në fund të vitit 2029. Pyetja e dytë në këtë rast në ka ardhur lidhet me rastin që kemi të bëjmë me tavanin në këtë rast që edhe shpjeguan për pensionistët. Pra, tavani për pensionistët a është një diskriminim? Dhe këtu në këtë rast ku flasim për tavanin, qytetari shpjegon. Deri në fund të vitit 2013, kur në fuqi ishte ligji i vjetër ose nuk kishin hyrë akoma në fuqi ndryshimet e reja të ligjit për sigurime shoqërore, ligji përcaktonte 2 kategori, pensionet minimale dhe pensionet maksimale. Duke përcaktuar një dysheme, atëherë qytetarët favorizoheshin që nëse ata nga llogaritja u dilte një pension i ulët, ata në këtë rast do ta përfitonin këtë pension minimal, sepse shihej si një e ardhur minimum për të përballuar kostot e jetesës. Por nga ana tjetër, ligji përcaktonte edhe një pension tavan ose në këtë rast pension maksimal. Dhe kjo vlerë maksimale ishte dyfishje pensionit minimal, që do thotë ata qytetarë të cilët përgjatë periudhës së tyre të aktivitetit kishin derdhur kontribute të larta, dhe ne në këtë rast kemi shumë qytetarë të cilët kanë dalë nga ky ligj në këtë rast me pensione pikërisht të ulta, maksimale, ata në këtë rast edhe pse kishin derdhur vlerat e larta kontributet nuk mund ta përfitonin të plot masën e pensionit pleqërisë. U takonte se ligjit kufizonte përmes pensionit maksimal. Pra, vendosja një tavani përmes pensionit maksimal i ka penalizuar këta qytetarë. Dhe ne kemi pasur shumë raste dhe shumë qytetarë na janë drejtuar në komentet tona, në komentet e tyre ku kanë shpjeguar situatën që një qytetar që ka pasur të njëjtën periudhë kontributive me të njëjtat nivele pagash dhe kontributesh, kur ka dalë përpara 1 janarit 2014 ka pasur një pension më të ulët se sa ai qytetari që ka dalë pas 1 janarit 2014 dhe ka pasur një pension më të lartë, pikërisht për faktin që qytetari i parë në këtë rast është penalizuar nga tavani. Ndërsa aktualisht qytetari që na ka shtruar pyetjen që a është tavani në këtë rast një penalizim pensionistësh, merr shembullin e dytë. Neve thotë kemi edhe mendimin e Këshillit të Ministrave i cili sërish ka vendosur tavan të ardhurash që mundëson apo jo ta përfitosh të plot të pjesshëm ose mos e përfitosh fare kompensimin. Gjykojmë në këtë rast në të dyja rastet kemi të bëjmë me një tavan i cili e kufizon përfitimin e të ardhurës. Në rastin e parë, në këtë rast ku kishin bërë me rastin e pensioneve qytetarët të cilët kishin derdhje kontributesh të larta për pasojë pagave të larta, ata në këtë rast janë penalizuar, kanë përfituar pensione pleqërie më të ulta se ç'u takonte, pikërisht për shkak të tavanit, dhe aktualisht në këtë rast qytetarët të cilët kanë të ardhurat të larta nga pensioni, pra në rastin konkret me 40.000 lekë për pensionet e plota, ata sërish janë të penalizuar pikërisht një ky tavan dhe ata në këtë rast nuk e përfitojnë kompensimin e plot, pra nuk e përfitojnë fare. Dhe kjo në këtë rast ka krijuar atë efektin e pakënaqësisë tek qytetar, por jo vetëm në këtë rast efekti i pakënaqësisë është për faktin që nuk janë përfitues të plot apo janë përfitues të pjesshëm ose nuk janë përfitues fare, por edhe për faktin në këtë rast sepse ata nuk e dinin në momentet e para kur është bërë deklarimi i rritjes së të ardhurave pensionistëve që do ketë pikërisht një tavan. Pra,
Mungesa e kësaj lloj transparencë do të quajmë ose këto lloj deklarimesh paraprake i bëri që këto qytetarët të ishin të parat fillimisht të befasuar sepse ata prisin të merrnin një vlerë kompensimi dhe nuk e morën, dhe dyta në këtë rast ndjen atë ndjenjën e zhgënjimit që ata nuk janë përfitues vetëm për faktin se kanë dhënë kontribute të larta dhe kanë pensionin e lartë. Pyetja e tretë lidhet me të ardhmen e kompensimeve. Qytetari pyet: si do të vijojë politika e kompensimeve? Si ajo e vitit 2026, që do thot një grup do jetë përfitues ai që ka kontribute më pak dhe një grup në këtë rast që kanë kontribute më shumë nuk do jetë përfitues? Nëse po, kjo gjë do të na çojë si në komunizëm, pensione të barabarta pavarësisht kontributeve të derdhura. Të nderuar miq, kjo pyetje e bërë nga njëri prej jush, pra një qytetar, është një pyetje shumë e drejtë, një pyetje shumë logjike, por që neve nuk mund të përgjigjemi në mënyrë të drejtë për drejtë sot. Pasi nuk kemi një vendim të Këshillit të Ministrave, nuk kemi një plan, strategji ose projekt se si do të procedohet me politikën e kompensimeve në vitet 2027, 2028 edhe në vazhdim. Aktualisht neve kemi vendimin e Këshillit të Ministrave të datës 30 dhjetor të vitit 2026 që përcakton se si do të shpërndahen kompensimet, janë kategoritë, kush janë përfituesit për gjatë vitit 2026. Për gjatë vitit, pra, për një periudhë afat shkurtër. Për një periudhë afat mesme dhe mëtej afat gjatë, neve nuk kemi ende një vendimarrje politike. Në mungesë të kësaj vendimarrje politike, neve nuk mund të themi se si do të ndahet ose si do zhvillohet kjo procedurë. Por nëse do t'i referohemi deklaratave publike dhe identifikojmë kategorinë ndarëse mes një vendimarrje politike dhe një deklarate politike, pasi deklarata politike nuk prodhon detyrim për të realizuar, por vendimarrja politike, siç është në këtë rast vendimi i Këshillit të Ministrave, prodhon detyrim ligjor për të realizuar. Dhe nëse do referohemi deklarata politike në këtë rast, do themi nëse kompensimi do të vijojë edhe për gjatë vitit 2027 me 2 fish në 2026, gjatë vitit 2028 me 3 fish në 2026, do të jemi në një situatë në këtë rast që mesatarja e të ardhurave mujore të qytetarëve, pensionistë do kenë një përfitim të pensionit më të lartë në këtë rast si pasojë e kompensimeve më të larta, dhe në këtë rast themi për shembull që nëse në vitin 2026 ky qytetar pati një kompensim në masën 1800 lek në muaj, në 2027 ky mund të jetë përfituesi i 2 fishe të kompensimit, është 3600 lek, dhe në 2028 3 fishën e kompensimit që do thot 5400 lek, pra i fiton 1800 lek kompensim në 2026, 3600 lek kompensim në 2027 dhe 5400 lek kompensim në 2028. Ky qytetar, pra kjo kategori qytetarësh do jenë përfitues të kompensimeve të plota, mund të çojnë në këtë rast që të ketë një vlerë mesatare të ardhurave të tyre mujore të njëjtë apo edhe më të lartë se ata qytetarë të cilët kanë sot një të ardhur mujore 40.000 lek dhe më shumë, dhe kjo do thot në këtë rast që këto të ardhur mujore kur barazohen ose ndoshta dhe jetë më e lartë, vjen si pasojë e një vendimi politik, pra përfitimi një kompensimi, dhe jo në këtë rast një rritje të ardhuar si pasojë e kontributeve të derdhura që mund të çonte një pension më të lartë. Pra, qytetari në këtë rast thotë që nëse do vijohet, kjo në këtë rast mund ta krijojë një padrejtësi të re në këtë rast, pasi krijohet një barazi pensionesh kur kanë 2 individ në këtë rast që kanë derdhur kontribute të ndryshme, por njëri ka qenë përfitues kompensimi dhe tjetri në këtë rast nuk ka qenë përfitues kompensimi. Ne do shohim në muajt në vijim, në një periudhë të mëvonshme, se si do procedohet në vitet e ardhshëm, pra 27, 28 dhe me radhë në lidhje me procesin e kompensimit, dhe sërish neve do t'i trajtojmë sërish neve të nderuar miq këto vendime ose këto plane dhe projekte të qeverisë në lidhje me rritjen e të ardhurës mujore të qytetarëve pensionistë. Unë shpresoj shumë që përmes analizës së sotme t'ju kem ndihmuar në procesin tuaj të mendimit, nëse është e drejtë ky model kompensimi, nëse vërtet solli një zgjidhje të problemit të pensionistëve apo thjesht e spostoi atë në kohë. Nëse ky model ose kjo metodologji të shpërndarjes së kompensimeve vërtet në këtë rast solli një ndihmes plus në zvogëlimin e kostove. Pra, të nderuar miq, unë do t'ju bëja thirrje, do t'ju ftoja
që të ndani me neve ato mendimet tuaja. Si gjykoni, pra dhe njëkohësisht ajo pyetja bazë e cila nuk ka marrë përgjigje sot. Si mendoni, si duhet të trajtohet në vijim, pra në 2027 dhe më pas procesi i kompensimeve? Mendoni sërish që duhet ketë një nivel tavan, pra në këtë rast duhet ketë dy grupe që ta përfitojnë apo jo atë në varësi të masës së të ardhurës së tyre mujore ose të nivelit të tyre të pensioneve? Unë pres me shumë interes përgjigjet tuaja, por nga ana tjetër edhe ju ftoj që duke u abonuar në kanalin tim në YouTube të Uta Nuna Kërtoç që të na ndiqni në mënyrë të vazhdueshme në episodet tona, të na lidhni pyetjet dhe komentet që keni dhe njëkohësisht unë do t'i përgjigjem në momentin të parë shumë personalisht dhe me kënaqësi më të madhe. Të nderuar miq, analiza që bëm sot ishte një analizë ekonomiko-sociale mbi bazën e të dhënave zyrtare, mbi bazën e dokumentave zyrtare, në këtë rast vendimet e Këshillit të Ministrave, dhe jo një gjykim politik. Është shumë e natyrshme që mendimet tona të jenë të ndryshme dhe unë ju ftoj atë që ju t'i lini gjithmonë kundrejt një etike komunikimi, në mënyrë që neve duke ndarë idetë tuaja edhe idetë tona njëkohësisht, duke ndarë këtë ide, neve në këtë rast në ndihmojnë edhe më tepër për të kuptuar edhe më tepër të gjitha proceset e vendimarrjes. Por njëkohësisht janë kërkesa që mund të drejtoni për t'i analizuar edhe më gjerë, edhe më gjatë, edhe në episodet e radhës. Unë ju falenderoj që na ndoqët deri në fund të këtij episodi, njëkohësisht ju falenderoj që jeni pjesë e këtij komuniteti që rritet në mënyrë të vazhdueshme dhe i ndjek në mënyrë të vazhdueshme episodet tona dhe njëkohësisht që jeni kaq shumë aktiv, jo vetëm përmes pyetjeve dhe paqërsive që keni, por edhe përmes ndarjes së mendimeve, ideve tuaja, por njëkohësisht edhe duke rrahur edhe më tepër idetë të cilat kur analizohen edhe më gjatë edhe më gjerë, edhe njëkohësisht shumë më thellë, ato janë ide të cilat edhe zhvillohen edhe më shumë. Duke falendëruar sërish, unë ju lë takim në episodin e radhës dhe deri atëherë miru takofshim.